Mirëgjithësit dhe përshëndetje miq të Partizani Channel me këto pamje të drejtë për drejtë këtu nga Arena e Demave. Rikthehen 15 vjeçarët në shtëpi në përballje ndaj skuadrës së Pepës, i cili do të drejtojë këtë takim i asistuar pra nga Gashi dhe Zenuni në çdo sfidë. Sot në një ditë të veçantë, teksa festohet dhe kur pambaran për shkëm këtë mundësi dhe vjen goli shumë shpejt. Ka shënuar Partizani, është Gjoci. 1-0, minuta e dytë sapo ka hyrë. Por ky gol shënuar në sekondën e parë, në minutën e parë nga Joni Gjoci, 1-0. Në rast se fitojmë skuadra Kuqe shkon në kodë 16 dhe ka dhe një tjetër takim për zhvilluar për shkëm të mundësi, vjen dhe goli barazimit. Ka shënuar dhe ka barazuar skuadra Pepës. Bëri mjaft mirë duke porsin e bemër statin e thellë, por shkojmë këtë mundësi Karaj, sërish shumë potent, tani vonohet, ka mundësi Karaj me portën boshatisur, shon dhe golin e dytë. Sërish Karaj, i cili shënon dhe golin 11 e tij personal në minutën 9, brenda 2 minutash, më pak se 2 minuta. Në shtyllën 2 të krosimi, provon edhe një herë Partizani. Gjoci me këtë kthes, topi shkon mbi tra. E provoi në këtë mënyrë. Çfarë serioze për Gallion tashmë provon Gjoci, i drejtohet zonës e ka kontakt. Është 11 metrash. 11 metrash, saktësisht vendimi i asistentit të parë. Ka shënuar Johan Hidri. Johan Hidri, i cili shënon dhe gol e tij të 5 me fanellën e Kuqe në këtë sezon. Krosi i mirë. E kjo kthes provoi Shullazi. Edhe një herë Partizani me Shullazin. Krosimi është i mirë, goditja, topi shkon në rjetë. Agalliu me sa duket e ka shtyr i fundit 3-2. Përmbys gjithçka skuadra e Kuqe. Është minuta 35, kërkoi këtë avantazh në këtë fund të pjesës së parë. Vjen krosimi, Dani e godet, shumë pranë golit, Lavi Dani. Është Gjoci, provon Crown, kërkon hapësira për të hedhur një cross drejt zonës. Vjen krosimi, Buçka godet, edhe një herë rrezikshëm Partizani. Gjithmonë Karaj që spërkate me Sitit e ka në kontroll. Goditja ndërhyn në Xixi. Por duhet të tregojmë të kujdesshëm, shikoni çfarë mundësie, çfarë hapësire. Te Muça që me forcë kërkon Dazi. Tashmë Lavi Dani ka të majtën. Buçka drejt zonës, Gjoci, Çuçi, Dani e devion në topi që grushtohet nga zharri me pas shkon në këndore. Një top shumë i bukur për Gjoci, provon vetë Gjoci dhe topi ka shkuar në rjetë. 4-2 Partizani. Sërish shumë i ngjashëm me golin e parë Joni Gjoci, i cili vulos edhe golin e dytë personal në këtë takim. 4-2. Minuta e 50. Cross i fort i lezetshëm. Buçka! Fantastik Partizani. Një mundësi Hasa. E godet, blokohet për një çast tek Xhari, mundësia dytë me Sitje me pas dhe Muçaj. E pa besueshme, shënjestrojnë portierin në këtë çast, lojtarët e skuadrës tonë ku duhet të thjesht të bëjnë më të thjeshtën. Prela e godet, shtylla këtë herë. Më pas shikoni çfarë mundësie. Ky top drejt qendrës. Mundohet ta ul, tashmë është Çuçi, goditja në vërshësi për Xhari, vjen dhe goli. 5-2. Feston Partizani. Stuart Çuçi poshtë Xharin për 5 herë brenda 62 minutash. Marku Hasa provon me të parën. Mbyll këtu takimi i javës 21 me fitoren e skuadrës Kuqe 5-2.